Inspektorati Komunal i Komunës së Aerodromit ka shqiptuar një xho prej 20.000 eurosh ndaj një shoferi të kamionit, i cili është kapur në flagrancë, përderisa ishte duke hedhur në mënyrë të palishme mbeturina nga materiali ndërtimor, që është në kundërshtim me ligjin për menaxhimin e mbeturinave. Për shkiljen e kryer është shqiptuar xho prej 20.000 eurosh në kundërvlerë me denar. Komuna e Aerodromit vazhdon me kontrollet e shtuara inspektuese dhe nuk do të lejojë shkatrimin e mjedisit jetësor, ndotjen dhe krijimin e deponive ilegale në territorin e komunës. Ngjarja ka ndodhur në lokacionin e njohur si Kupishta në lagjen Lisiqe e poshtme, ndërsa e gjithë situata është e filmuar. Zatu kaleo. Zvoni policije grad Skopje inspekcijatë. Nële sramo to. Nële sramo to shi se pra. Gajlete. Zvoni policije grad Skopje inspekcija. Kësa kompani zgasnjo kampionat. Në një moment, shoferi tentoi të ja jap celularin e tij për të biseduar filmuesi me ta, por ky i fundit nuk pranoi. No, nemam što se kova razgovara. Nemam se kova da razgovaram. Ndërka që nga Komuna e Aerodromit bëjnë apel të gjithë qytetarëve dhe kompanive që të veprojnë me përgjegjësi ndaj mbeturinave dhe të respektojnë dispozitat ligjore. Për çdo sjellje të papërgjeshme, nga atje theksojnë se do të pasojnë sanksione.